Cak kuptohet që nga fillimi, qoftë nga goditje që në bëdhe ma herët nga liderët e Hamasit, si Ismail Haniyeh, për shembull, që është goditur mu në qendrën e gardës, në ndërtesën e vilës revolucionare, të veteran, më fali, të gardës revolucionare, dhe pastaj kuptohet goditja që u ka bërë liderit e Hezbollahut, Hasan Nasrallahut në Beirut. Të gjitha ato kanë treguar që për brenda strukturave të sigurisë së Iranit ka pasur jo vetëm aparatura të vendosura, por edhe persona, si që është rasti me Ismail Khan, generalin ushtrisë, i cili i gardës revolucionare islamike, i cili me duket që ka qenë informatori kryesor sipas gjitha të dhënave deri me tani. Dhe kjo mendoj që do jetë prapë edhe në të ardhmen. Këtë ka shprehë edhe Trump që goditja do bëhet edhe ndaj liderit të ri, i cili është zgjedhur po them thojza pa aminin e Trumpit, që realisht ka qenë pak ndoshta jetojmë në një kohë të kështu të jashtënormales, nga se mendoj që Trumpi ndoshta ka tentuar që të jetë ai që të caktoj një figurë e cila në meshlisin apo valin e asamblejnë e ekspertëve, që është një rregull kur bëhet përzgjedhja e liderit të ri, që nga vdekja e Khomeiniut në 89 dhe ardha e Ayatollah Khameneit, ka qenë një procedurë cila rregullisht zgjidhet nga kjo asamblejë ekspertëve, cila jap edhe një shure, një konsultim për të vendosur për liderin e ardhshëm. Dhe mendoj që thënjet e tilla të Trumpit tregojnë që ai ka qenë, mund të them, ndoshta pak a shumë interesuar që në pozicionin e tillë të vijë ndonjë, ai ta quajë ndonjë më liberal, edhe pse mendoj që qëllimisht zgjedhja e liderit të tillë, e djalit të Khameneit, nga 4 djem dhe 2 vajzat, tregon që Garda Revolucionare Islamike ka pasur një ndikim që pasuesi të jetë mu djali i atij të cilët e goditën amerikanët. Qartë. Zoti Bilali, nga ana tjetër, ministri i jashtëm iranian ka deklaruar se Teherani nuk ka kërkuar kurrë armëpushim dhe as negociata pra me Shtetet e Bashkuara, duke ju përgjigjur këtu edhe komenteve të mëparshme të presidentit shpaz Donald Trump, i cili tha se Irani kërkonte një marrëveshje, por ai nuk ishte gati për një të tillë. Pra, me gjithë këto deklarata nga të dyja palët, mendoni se është ky refuzimi i negociatave nga ana e Teheranit një sinjal se lufta mund të përshkallëzohet edhe më shumë në ditët apo muajt të vijim? Sigurisht, kemi hyrë në fazën kur mund ndodhen shumë gjëra, të cilat ndoshta as nuk i kemi parë deri më tani dhe as nuk i kemi dëgjuar deri më tani. Ka se deklaratat e tilla tregojnë që situata është në pozicionimin e tillë ku deklaratat qoftë Abbas Aghashit, ministrit të jashtëm, i cili në një farë mënyrë tenton që të tregoj krenarin persiane dhe iranianëve, të cilët në një farë mënyrë ndoshta kanë çuditur, do jetë për studim, qoftë për taktikat ushtarake apo për strategjinë, një qëndresë të tillë. Sepse mendimi ka qenë, opsioni amerikan ka qenë që mbrana 2-3 deri në 4 ditë do arrijnë qëllimin. Dhe kjo flet shumë. Iranianët thonë që ne do jemi ata që do vendosim se kur do arrihet arpushimi, apo marrëveshja, apo fundi i luftës, më mirë them. Ndërsa Trumpi kuptohet që ka demantuar, meqense disa herë ka shpall fitoren, si çështje më të mbyllur, por realisht duhet të jemi real që në fund, sado që zgjat kjo luftë,
Zgjedhja do jetë përmes tavolinës dhe marrëveshje ose mund të them një ndërmjetësim diplomatik i cili do arrihet me ndërmjetësimin e X faktorit. Në këtë rast mund të jenë edhe prap sultanati i Omanit, edhe pse nuk e ka peshë dhe fuqinë, mund të them në marrëdhënie ndërkombëtare të një shteti i cili mund të lunë rolin apo e ka rolin e një fuqie të madhe, por mendoj që strategjikisht mund të jetë edhe që atu ku ka filluar dhe ka filluar me hile bisedimet të kësaj radhe të bëhet fundi apo marrëveshja në një farë mënyre të ketë seriozitetin e vet, por për një kohë të caktuar. Mendoj që kjo do kemi prap pjesë të treta apo kaptinën e tretë të një konflikti me pauzë 1 deri në 2 vjet. Por për momentin gjendemi para një situatë të rëndë. Kur e them këtë, aludoj çdo herë që gazeta izraelite Haaretz ka bërë dje një publikim që Izraeli mund të godasë edhe me armë taktike strategjike. Do thotë përdorimin e bombës nukleare. Dhe kjo më shtyn që të jetë një rrezik jo vetëm për lindjen e mesme, por për tërë sigurinë globale dhe për të armën e njerëzimit. Mendoj që nuk janë të rastishme edhe opsioni Samson, i cili e ka një prejardhje nga aludimi i atili turës ebrejve, e cila në një farë mënyre paraqet atë luftën poshtjen e flijimit edhe shkatërrimit edhe të vetes edhe të kundërshtarit. Dhe kjo, mendoj që nuk Grizela, nuk qëndrojmë në fazën e kulteve apo teorive konspirative. Ta qëndrojmë në fazën e asaj që to gjëra mund të ndodhen. Dhe ajo që mund të ndodh, mund t'i parapri kësaj, mund të jetë një mostër e modelit të asaj që ka ndodhur dhe kullat binake me 11 qytetarë, mund të them drejtën të arrihet deri te ajo që të faktikisht të simulohet një sulm i tillë dhe pastaj të ketë alibin edhe për tërheqjen e forcave të tjera në koalicion apo në aleancë, apo edhe për goditjen që thash të armëve taktike strategjike. E qartë, por cilat do të ishin pasojat, zoti Bilali, pra e gjithë kësaj situate, në të gjithë stabilitetin e lindjes së mesme? Po lindja mesme vetëm ka hyrë në fazën të ndryshimit për milenumin apo një shekullin e ardhshëm. Më falni, e kam fjalën për një shekull. Se shekullin tash nuk mund ta shtypim. Jem ku jemi në qerekun, veç kem kalu qerekun e parë. Por do thotë bëjmë fjalë për 100 vit që në ardhshëm. Apo edhe ndoshta edhe më shumë. Dhe kjo janë disa fakte që flasin dhe janë kokëforta që lindja mesme do ndryshon radikalisht, qoftë në implikimin e faktorëve tjerë, zgjimin apo rilindjen e civilizimit, mund të them drejtën të arabët është do shta shtirë të thua se kanë fragmentim dhe kanë qenë vende do thot vazale që dhe sot ka një udhëheqje të atillë cila në një farë mënyrë të 440 milion arab si populacion nga